Në klinikën e otorinolaringologjisë të qendrës klinike dhe universitare të Kosovës është shpëtuar me sukses jeta një fëmiu 5 vjeçar, i cili kishte aspiruar një far të paqëruar lule dielli që kishte bllokuar rrugët kryesore të frymëmarrjes. Ekipi kujdestar i ORL-s drejtuar nga doktor Flamur Ukaj, otorinolaringolog, kanë reaguar në mënyrë të shpejtë për të shpëtuar fëmijën i cili ishte nga Prishtina. Doktor Flamur Ukaj ka rrëfyer momentet se si është sjellur fëmia në klinik, ku të njëjtin me pëlqimin e familjes e kanë futur në sallë të operacionit për t'ia shpëtuar jetën, edhe pse gjasat ishin të vogla. Fillimisht jap të ciklu diçka në përgjithësi për trupat e huaj në rrugë të frymëmarrjes. Se kemi trupat e huaj në rrugë të frymëmarrjes dhe trupat e huaj në rrugë të tretjes, rrugë digestive. Trupat e huaj në rrugë të frymëmarrjes janë një ndër gjendjet më urgjente jo vetëm në lëminë e ORL-s, por edhe në mjekësinë përgjithësi. Për arsye se nëse nuk diagnostikohen me kohë dhe nëse nuk intervenohet me kohë, mund të vijë deri te përfundimi fatal për jetën e pacientit. Pa marrë parasysh se është fëmijë apo i rritur, por në këtë rast më të rrezikuar janë fëmijët. Pse po them këtë? Fëmia nga natyra është kurioz, kurreshtor. Si pasojë e kurreshtjes, ai don gjërat që i sheh që nuk janë të ditura për të, don t'i kap me dorë, ta shikojë se çfarë është. Por ndodh që me dorë nuk mund ta përcaktoj sakt se çka është. Prandaj atë trup të huaj që e gjejnë, sidomos tash është koha kur dalin jashtë nëpër oborë, nëpër rrugë këtu, e kap atë edhe fut në gojë, me qëllim që ta përcaktoj pak më saktë, sa mundet, se çka është. Në qatë moment, kur të fut në gojë, kur të shihet se fëmiu e ka pas trupin e huaj në gojë, çka duhet me bëu? Duhet mos miu bërtit, për arsye se në momentin që bërtet, apo në momentin që friksohet fëmia, ai fillon të çajë. Në momentin që fillon të çajë, ai merr frymën thellë. Kur merr frymën thellë, atëherë është mundësia më e madhe që trupi huaj të aspirohet apo të futet në rrugët e frymëmarrjes. Prandaj, çdo herë duhet të mirret fëmia me të mirë. Të mirret me të mirë asisoj që të afrohet dhe me qetësi t'i thuhet ta heq trupin e huaj nga goja. Kjo është këshilla më e mirë, të cilën duhet ta aplikoj çdo prind, çdo familjar apo kushdo qoftë që gjendet në afërsi të fëmijës i cili e ka futur trupin e huaj në gojë. Çfarë mund të jenë ata trupat huaj? Mund të jenë të natyrës inorganike dhe organike. Inorganike mund të jenë lodra, pjesë të lodrave, monedha metalike, apo diçka inorganike, kurse organike janë më të shpeshta, mund të jenë fasule, ose pjesë e fasules, kikiriki i plot, ose pjesë e kikirikit, fara, apo pjesë të farave, qofshin ato të luldiellit, qofshin ato të kungullit, fara të shalqirit, lethia, ara. Zakonisht janë më të rrezikuar fëmijët e moshës 1 deri në 3 vjeçare. Sigurisht keni pa nëpër lodra ku shkruan aty rrezik nga vulfatja, mos të vinë kontakt fëmijët në moshën 3 vjeçare. Por më së shumti më të rrezikuar janë të themi ashtu fëmijët e moshës 5 deri në 5 vjeçare. Nuk eliminohet rreziku edhe për fëmijët e moshës më të madhe, kemi pasur edhe raste të tilla, por kryesisht këta janë rastet që kemi më shumti, më shpeshti edhe që janë më të rrezikuarit. Edhe të të rriturit mundohen të kemi trupat huaj në rrugë të frymëmarrjes, sigurisht secilit prej neve i ka ndodhur që gjatë ushqyerit ose gjatë të pimit ujë ka shku ujë i keq, edhe si thotë shkoi ujë i keq në rrugë të frymëmarrjes, e shihni se çfarë gjendje e rëndë është, por këtu duhet të thuhet se i rrituri refleksin e kollitjes e ka shumë të mirë, shumë të shprehur, shumë të fortë se sa fëmia. Edhe fëmiu ka refleksin e kollitjes, por nuk është aq i shprehur si te të rriturit. Në njëjtën kohë, hapësira e rrugëve kryesore të frymëmarrjes, diametri të fëmijës është shumë më i vogël
edhe si sa të rriturit. Andaj edhe një copë sa do e vogël kur është të fëmijë, ajo mund të ndikojë dhe ta zë pothuajse plotësisht, sidomos këto organet kryesore të frymëmarrjes, qoftë karinën ose qoftë traken. Te fëmiu që e përmendet ka qenë një fëmijë djalë i moshës 5 vjeçare, i cili kishte aspiruar, kishte futur në rrugë frymëmarrjes një farë lule dielli goxha të madhe. Po ajo ishte farë e plot, e paqëruar, që bënte edhe më të vështirë punën tonë. Nëna jep të dhëna se nuk e ka pa fëmijën kur ka ndodhur ajo, kur e ka futur në gojë. Mirë po, ka reaguar shpejt, e thash edhe më herët. Fëmijët e kanë diametrin e rrugëve, hapësirën e rrugëve të frymëmarrjes shumë më të vogël, andaj edhe në copë më të vogël do i pengoj të shumë. Ju le më mos flasim, fara ka qenë për 2 cm. Reagojnë shpejt, familjarët e binë me njëherë në ORD, ekipa kujdestare ku ishan, e kemi parë, e kemi konsultuar me njëherë pediatrin, për arsye se në këto raste gjithmonë duhet konsultuar pediatri, ashtu që të na orientoj ku është lokalizuar trupi i huaj në bazë të frymëmarrjes mushkërore. A ona majtë. Mirë po në këtë rast, ajo ishte e lokalizuar e vendosur në rrugën kryesore të frymëmarrjes në trake, që bënte edhe shumë më të vështirë rastin. Kemi thirrë ekipën kujdestare të anesteziologjisë, kanë ardhur më njëherë se secili lëmi e mjekësisë, po sidomos ORL-ja, anesteziologjia dhe pediatria e dinë se çfarë raste të rënda. Më njëherë kanë ardhur, kemi organizuar punën në sallë, kemi hyrë në sallë, ja kemi shpjeguar familjarët të gjitha ato çka duhet, rrezikshmërinë, çka mund të ndodhë, si bëhet puna, si veprojmë ne. Kuptohet, duhet të mirët edhe pëlqimi i familjarit, se to i raste shumë dramatike, vetëm familjarë që kanë pa me fëmijët e vet që kanë përjetuar edhe mjekët e ORL-s të cilët të mirën drejt për drejt me këtë punë në sallë, vetëm ata e dinë se çfarë situata stresogjene, çfarë situata dramatike janë. Për fat të mirë që KUK-ja e ka këtë punë do ta kryejnë mjekët me përvojë, që KUK-ja klinika ORL-s i ka edhe mjekët me përvojë, e ka edhe instrumentariumin edhe aparaturën e nevojshme për kryerjen e këtyre intervenimeve apo që quhen trakeobronkoskopit rigjide, të cilat janë me rrezikshmëri të madhe jo vetëm te ne, po gjithkund në botë. Pas rrëfimit, UKA i ka potencuar se këto raste janë të jetëndjeshme, andaj prindërit duhet të kenë kujdes të lartë ndaj fëmijëve të tyre. Askush nuk ka qef të ballafaqohet, asnjë mjek nuk ka qef të ballafaqohet, qoftë gjatë orave të rregullt punës, qoftë orave të kujdestarisë me këto. Por kur të ndodh, kur të vijë rasti, ti do të më marrë me të, do të më bëj zgjidhje. Me atë mundësi që ki, po them edhe një mundësi të ne kemi të gjithat. Për fat mirë, rasti shkoi pa ndonjë komplikim, u hjek, kemi përsjell fëmin 24 orë, nuk ka pas komplikime, të nesrit e kemi shue në gjendje të stabile shëndetësore, qoftë gjendje stabile lokale, qoftë në gjendje përgjithshme. Po them edhe një herë, shumë kujdes duhet. Ne kemi zakona kur vinë musafir të presim një musafir. Në rregull është për mua, nuk kam asgjë kundër. Po bile ata fëmijë dhe i moshën 5 vjeçare, apo ta zënë dhe i moshën 3 vjeçare, mos të jenë në afërsi të tyre. Ose nëse është e domosdoshme të jenë në afërsi të atyre grisinave që i përdorëm, që i qesim në për tavolina tona, fara kikiriki, lajthia, po çfarë që të ka që të shoh të arsyeshme të vendosin. Nëse do të fëmia të jetë afër, të jetë familjari, prindi, lloj motra, gjyshja apo dikush i afër, të jetë afër ti që mos të vijë kontakt fëmia me to. Por veç nëse ka ndodhur, atëherë duhet pasur kujdes. Mos të tentohet vetë të manipulohet, se ka raste që manipulon thot i kon futur gishtat fëmis, tash në ato raste mund ndodh që t'ja hekti ato,
Po të njëjtën kohë mund ndodhë që duke tentuar t'i ndihmosh, ti me gishta ose me çka do që të mundosh me hjek, e vendos të shtyn ma thellë në hymjet e laringut, ti dën një nënon me ndihmu, po tjetër nënon mund është shpejtu fatalitetin. Për arsye se kur shkon në rrugët me poshtme, kur e nxen rrugën kryesore të frymarrjes, laringun ose trakim, nëse nuk intervenohet, nëse është trupi huaj shumë më i madh se diametri aty, nëse nuk intervenohet 5 deri në 10 minuta e përfundon fatalisht, kryhet më aty s'ka. Prandaj në ato raste ti tenton me ndihmu, por e bën të kundërtën. E shpejton fatalitetin. Ka raste që prindi ka mujt, ka pas sukses mja hek me gishtë ose diçka tjetër, por po them edhe një herë, kudo që të është te mjeku, vendi kryesor është klinika ORL-s. Këtu realizohen ato trakeostomi rigjide, jo vetëm për heqjen e trupave të huaj në rrugë të frymarrjes, por edhe për heqjen e trupave të huaj në rrugë digestive. Sidomos te fëmijët ka plot raste monedha metalike mbetet në fillim të rrugëve të tretjes. Pjesë të lodra tjera, ndërsa te të rritërit mbeten më shpesh, po flas për trupat në rrugë të tretjes, copa mishit, ata që s'kan dhënë, ose copat protezave, ata që i kanë protezat, apo edhe mundet edhe diçka tjetër të natyrës tjetër. Krejt varet se me çka kemi të bëjmë. Për fat mirë edhe ato raste kryen në klinikën e ORL-s, i kemi edhe stafin me përvojë, i kemi edhe instrumentariumin edhe aparaturat përkatëse, me të cilat në shumicën e rasteve, apo të themi deri më tash, nuk ka pasur asnjë komplikim i cili do ta rrezikonte. Por po them edhe një herë, vetë trupit huaj, sidomos në rrugët e frymarrjes, vetë trupi huaj e ka rrezikshmërinë për jetë. Sidomos nëse nuk diagnostikohet me kohë, edhe nëse nuk intervenohet me kohë. Ka pasur x raste të cilët kanë përfunduar, s'kan pas kohë me ardhe në klinikën e ORL-s, kanë përfunduar me fatalitet. Fëmija nga ka qenë nëse Fëmija nga Prishtina ka qenë këtu, shumë shpejt e kanë pru familjarët, shumë shpejt, edhe intervenimi ka qenë me kohë, i drejtë, i suksesshëm. Neve e ndim vetën mirë çdo herë kur të kryjmë një punë të mirë, po them edhe një herë, e mirat mirës është parandalimi, se kur nuk dihet që shkon puna. Nuk dihet që shkon puna derisa të sillet fëmiu këtu. Nuk dihet që shkon puna gjatë intervenimit. Ne mendojmë e bëjmë më të mirën, por mjekësi nuk ka garanca. Kur mjekësi nuk bëjmë 2-4. Bëjmë 5, 1.000, 1 milion. Ne e bëjmë më të mirën, e bëjmë gjithë i japim mundin tonë, por janë rrezikshmëritë janë shumë të mëdha, si gjatë intervenimit, po ashtu edhe pas intervenimit. Prandaj po them edhe një herë, parandalimi është kryesorja. Këtu do të kishte rëndësi sidomos roli i mjeteve të informimit, qoftë televizione, portale apo pa marrë parasysh në realizimin e fushatave vetëdijsuese për rrezikshmërinë e trupave të huaj, edhe në rrugë të frymarrjes e rrugë të tretjes, po sidomos në rrugë të frymarrjes. Dëshira ime do të ishte që ku mas kohe të bën fushata vetëdijsuese pa marrë parasysh se çfarë mjet informimit, televizion, portale, gazeta, nuk është më rëndësi çka, vetëm të bëhen fushata vetëdijsuese me qëllim që të vetëdijsohen popullata në veçanti prindërit të cilët kanë fëmijë të vegjël. Për arsye se rrezikshmëria është shumë e madhe. Kur të bëjsh vetëdijsimin e popullatës prindve të ri, shumë ma lehtë do të jetë në pyetje. Për arsye se do dihet si të rrugë. Unë besoj që secili prind e din, është informuar, ma ata që kanë pas të bëjmë me këto raste ato gjithçysh, po edhe ata që kanë pas familjarë të cilët janë ballafaqur me kësi raste, edhe ata janë të vetëdijsuar. Po them, kur nuk është kujdesi, kur nuk është i tepërt. Ma mirë me parandalu se sa të vije deri te
më e keqja. Kur kujdesi nuk është i tepërt. Ndryshe në klinikën Otorinë Laringologjisë, ndër vite stafi mjekësor i specializuar kanë arritur që të shpëtojnë raste të tilla, të cilat kanë qenë me komplikime të mëdha.